Mirëmbrëma, i ftuar sonte në emisionin Pa Kompromis është kandidati i Aleancës Shqipëria Mallshtore, në listat e hapura, zoti Enes Pietri, që kandidon për herë të parë. Unë e falenderoj që është bërë pjesë. Faleminderit ju. Emisionit Pa Kompromis të televizionit Bulevard, fakt emisioni i ri, po edhe për ju një kandidim i ri. Po, të dyja bashkë. Të dyja bashkë. Edhe një faleminderit që morët pjesë, pranuat ftesën time. Do ishte mëse normale edhe për teleshikuesin tonë që të kishim një lloj prezantimi të formimit tuaj profesional, por ndërkohë të angazhimit tuaj politik, sepse të listohesh në një koalicion opozitar i cili pretendon për të ardhur për shtet në siguri, do të kesh edhe një lloj backgroundi pas që ju do na bëni të ditur tani. Faleminderit për kohën. Dhe unë jam Enes Pietri, 33 vjeç. Angazhimin politik e kam nis herët, por që kam pas pozicione drejtuese, i kam pas të Partia Demokratike. Në 2014 unë jam zgjatë kryetar grupit seksionit për lagjën 15, gjithashtu antar kryesie. 2014-2018 kam qenë kryetari i Partisë Demokratike për zonën e lagjës 15. Janë rreth 25.000 votues. Pastaj 2018-2021 jam zgjedhur kryetari i Forumit Rinor Durrësit. Ky ka qenë angazhimi im politik. Profesionalisht unë kam marrë drejtësi, por nuk e kam aplikuar asnjëherë sepse jam futur në biznes edhe merrem me punë private. Nëse duhet të përrisë që të bëhet drejtësia normale, që mos filloni me paragjykime pastaj. Tani janë 10 shpresa që do kemi drejtësi. Do të kemi rast me që çeket edhe sektorit për të folur edhe për drejtësinë. Atëherë pyetja ime që del vetë ju nga ajo që ju thatë është ju angazhimin tuaj keni në Partinë Demokratike, ndërkohë që në listën e hapur profesioni Partinë Agrar, që është partia e koalicionit, faktikisht, duhet ta them Partia Agrare Ambientaliste. Ishte një ngjizje e koalicionit, pranuat me dëshirë. Kjo është marrëveshje mes PD-s dhe Agrarës. Është mirë të na sqarosh se çfarë ndodhi, sepse duke u njohur në strukturat e Partisë Demokratike, thonë nuk që kam PD-n që mund të humbë elektoratin. Jo, kjo marrëveshje që u bë për emrin tim ishte mes Partisë Demokratike të Shqipërisë dhe Partisë Agrare, mes zotit Berisha dhe zotit Duga, për me rrit performancën. Problemet e koalicionit, diskutimet që kanë bërë. Pra ka qenë është pjesë e një marrëveshje që është arritur nëpërmjet dy liderëve kryesor, pastaj ju keni qenë pjesë e këtij angazhimi për të qenë tani profesor. Unë vi nga PD-ja dhe rrënjët aty kam. Pyetja e tretë ime kjo është PD-ja tani, sepse ka ndodhur një proces në PD që na ka hapur shumë diskutime, na ka lënë kënaqësi, pa kënaqësi, ka dalur një listë gjithë që ka dhënë primar, duke qenë se ju keni angazhimin tuaj në Partinë Demokratike primare. Kam qenë kandidati primarëve, Ke qenë kandidat. Po, ke një numër votësh që ke marrë. Atëherë, pyetja ime është konkrete, zoti Pietri. Ishte momenti për të zhvilluar primarët, ai shërbeu bashkimit të Partisë Demokratike, a ishin emrat e dur ato që u listuan për të votuar, dhe a mendoni që kjo listë solli edhe një listë ju pretendoni që do të lista fituese për zgjedhjen e 11 majit? Procesi primarëve tregoi shëndetjen e demokracisë brendshme të Partisë Demokratike, është proces që për herë të parë është zhvilluar në Shqipëri. Duhet të jemi drejt, nuk ka proces perfekt, çdo lloj procesi ka hapësirë për përmirësim, ne jemi të bindur se rrugës do ketë ato hapësirat e veta për përmirësim. Në masën 99% procesi ishte okay, pa kontestueshëm. Tash ka pas momente që ka kontestuar, po besoj që nuk mund të dëmtoj procesin vetvete. Ajo i proces tregoi që të gjithë drejtuesit, kush pretendon që të jetë drejtuesi i PD-s ose kandidat ose përfaqësues, duhet të jetë i lidhur ngushtë me bazat, një nga kriteret. Absolutisht mund të jetë i vetmi kriter për të qenë kandidat, por një nga kriteret është sa afër je me strukturën, sepse struktura, antarësia ajo që e mban Partinë Demokratike në kom, jo drejtuesit. Pikërisht do të qëndrojmë përsëri për të netër, sepse në atë që unë po tentoj padyshim e vërtet ajo që ju thoni, sepse një parti e madhe si Partia Demokratike apo një koalicion i madh tashmë do ketë pak kënaqësi në listimin nga emrat të ndryshëm, por fakti është ky, sepse Partia Demokratike ka kaluar një proces jo të këndshëm, sidomos 3-4 vitet e fundit ka qenë një proces i cili për të drejtën është marrë më shumë me vetën se sa me pushtetin, për shkak të rrethanave që janë krijuar. Ai shërbeu
që disa pakënaqësi janë drejtues të degës, që është Ferdinand Xhaferi, është një zë i cili Ferdinand Xhaferi do të shërojë vetë për ne kur të vi këtu në emision, por gjithsesi ju a keni një mendim. Ai shërbeu që asnjë nga 5 kryetarët që kanë drejtuar degën e Durrësit nuk ishte i listuar. Kishte një marrëveshje paraprake e lidhur me këtë? Historia që ndodh në Partinë Demokratike është histori që ka ngelur pas. Domethënë, shpresojmë, ka ngel pas edhe sepse dhe primarët ishin dëshmitarë i kësaj historie që ka ngel pas, se pjesa më e madhe ishin pjesë e primarëve. Nuk ishin individ caktuar ose element caktuar që tash nuk janë më pjesë e Partisë Demokratike. Kështu që kjo nuk është gjithë secili ka vendimet e tij në politikë. Po flas për emra që janë, se kush do të jetë listohet në listë edhe kush jo, kjo është gjykim që mund ta morë vetëm kryesia e Partisë Demokratike në Tiranë, sepse po e lidh me një histori, një kandidat i dhan listën dorë për të bënë një listë prej 5 personash, edhe ky merr listën, bën 6 persona dhe vetë si ishte aty. Historia e listimit njerëzve nuk është kaq e lehtë. Pasa qenë sinqert, kam menduar që si takon. Prandaj do të them, historia e listimit njerëzve në listë, besoj që unë vetë duke e pa nga larg nuk është proces i lehtë. Kështu nuk mund të analizoj unë, është diçka që analizohet në qendër. S'është për të një mendim, sepse personat që kanë marrë qendrimin kundër ose që kanë pasur pakënaqësitë, do kenë mundësi ose kanë pasur mundësi të për media të tjera. 14 emra që janë listë hapur, po ti shohësh 8 janë të ri. Kjo është risi. Të ri në moshë edhe në përfaqësim. Kjo është risi, nuk mund ta kontestosh. Tash u bë gjithë kjo kohë që shqiptarët kërkojnë rinovim të politikës shqiptare. Kjo tregoj më së miri që politika e djatha po rinovohet. Ka një batutë faktikisht, nuk është e imja, por kanë thënë njerëz të mençur që renovimi nuk vjen gjithmonë në moshë. Ka ca trik që dalin drejt. Më ekstremistët se sa, kështu që ajo pjesa e renovimit që u thonin. Elementi kyç është. Unë kam parë listën e hapur të Partisë Demokratike në Durrës, dhe unë nuk kontestoj asnjë emër, sepse funi fare do në emra që do me një më të madhe shikohet se sa përfaqësues kanë qenë, a është gabuar apo s'është gabuar në këtë proces. Ajo që unë kam ngult edhe si thua procesin e shqetësim të elektoratit të Partisë Demokratike është ai shërbeu kjo listë një bashkimi me problemet që ka kaluar Partia Demokratike. Pra, a forcoi Partia Demokratike apo duke krijuar këto pakënaqësi tashmë, ato kanë të drejtën për të thënë që nuk do punojmë më për përdënse, unë se pata emrin, unë do iki, sepse janë njerëz që kanë kontribut. E sekretar Degësh janë njerëz me kontribut në momentet të vështira. Me 3 mandate qeverisë të Ramës, mas Partia Demokratike nuk është aq. E drejt. Nuk pjesëmarrja në proces ishte dëshmitari më i mirë se ky proces çdo më do dhe vlerat që mori. Pjesëmarrja. Pas procesit normalisht që gjithë secili për një moment caktuar merr vendime të caktuara, por jam i bindur që rrugës gjithë do i bashkohen të rrugtimin, sepse problemet edhe qëllimi jon nuk është më ndresa turi tjetri, është ky rrugtim kurzohet me fitore me datën 11 maj. Që rrugës gjithë do i hedhin pas dhe do vazhdojmë përpara, sepse puna në aktivizm politik nuk është punë individësh, është më shumë me trajner. Nuk vendos ti kur futesh në lojë apo kur është trajneri që vendos, ne do t'i besojmë trajnerit, përderisa është doktori trajneri kësaj pune, ne do t'i besojmë gjykimit të tij. Dhe rrugës jam i bindur se gjithë do bashkohen, pavarësisht se për momentin mund të ketë pakënaqësi të tjera me radhë. Pra, nga gjitha kjo ju thoni që përgjigjja më serioze dhe më saktë që janë pjesëmarrja në votimin në primare, pastaj qef medet janë personale. Personale dhe rrugës pastaj riparon gjithë. Pra nuk do të kenë ndikim në kontributin e tyre. Jam i bindur që ja. Gjithë do i bashkohen kësaj kauze. Atëherë do shkputemi për pak reklam dhe rikthehemi përsëri bashkë në blok tjetër pyetjesh. Reklami lutem. Atëherë rikthehemi përsëri në emision, siç ju thash edhe pak më parë për ju që mase nuk keni qenë përpara ekranit, i ftuari sonte është Ndret Spietri, zoti Ndret Spietri, kandidat i koalicionit të Shqipëria Mostore, pra në zgjedhjet e 11 majit, pas pak ditësh, i bie pas pak javësh. Dhe pasi kemi diskutuar në pjesën e parë lidhur me pozicionin e zotit Pietri në opozit, me kontributin e tij, madje edhe me primarët, sepse ai ka qenë pjesë e primarëve, pavarësisht nga një marrëveshje që është bërë ka kaluar në partinë.
agrare ambientaliste. Tashmë do kalojmë në një blok të dytë pyetjesh e cili ka të bëjë me atë që opozita kontestonte më drejt, për të hyrë në një garë për të fituar zgjedhjet do kontestosh pushtetin. Pyetja ime e parë është e përgjithshme për të filluar pastaj në detajime të tjera. Prej 3 mandatësh vendi qeverisët nga e Majta. Qeverisët nga Majta, herë dhe më lart që kanë qenë nga Djallta, Tepsia vetëm, ka pas Tepsin ka pas gjithmonë dhe përpara. Jo, Tepsi ka ngel 3 herë për hyrje vërtet, ose bëhet fjalë për llokut mrena. Desa një këndvështrim të juaj lidhur me qeverisjen, pra si e shikoni qeverisjen e Ramës në 3 mandate dhe pse ju mendoni se do bënin ndryshe? Pra çfarë do përmirësoni në këto në ato gjëra që ai ka bërë keq? Po them me fjalë thjeshta. Duke i marrë me radhë nëse ju do të detajoni. Pikë pari, pas gjithë zhvillimeve që kanë ndodhur vitin e fundit me arrestimet, që pjesa më e madhe mazhorancës së Oshnburg, duke nisur nga kryetari i Bashkisë Tiranës, Rem Velia, që një arrestuar në detyrë, nuk e di a ka vend më për të folur për qeverisjen e Rama. Nuk ka vend. Tash kryeministri është menaxher ose i përfaqësuesi i gjithë shqiptarëve dhe ka përgjegjësi që performojnë qeverisjen për vendin. Momentin që të zgjedhurit e atij shkojnë në burg, nuk e di si mund të rri ai që i ka zgjedhur ato në pushtet. Jo, s'ka përgjegjësi. Përgjegjësia nuk është individuale, siç thotë. Përgjegjësia është atij që i zgjedh personat dhe në pozicion që i vendos. Tash nuk ka vend më për diskutu, duhet vazhdoj Rama apo s'duhet vazhdoj. Ati po ikin gjithë në burg. Të kthehemi nga ne që pyete a do bëni më mirë. Sipas mendimit tim, dhe këtu kam bindje të plot, çdo qeverisje duhet të ketë trysni të jashtëzakonshme të vazhdueshme nga opozita për të marrë pushtetin. Vetëm në këtë lloj forme ka performancë më të mirë. Nëse ne do bëjmë të njëjtat gabime, ne do të ndeshkojmë pas Rama me votë. Zoti Pjetri, me që dolet vetë që në pyetje, e keni bërë këtë troshti 3 mandate, keni qenë vërtet opozit që e keni detyruar Ramën të ndryshojë qeverisjen, pra keni bërë punën tuaj si opozit, se unë kam në djenin time ja 3 momente që i kam diskutuar dhe në të ftuar të ardhur këtu, që në fakt kanë qenë pjesë e koalicionit, ku dhe ju bëni pjesë, bëhet fjalë për 3 lëvizje shumë të rënda, deri te ndarja e bashkive, 61 njësi vendore, pra nuk u bë pjesë fare Partia Demokratike opozita e komisionit, me pretekstin, ne kuptoj që opozita do të zgjedhë rrugët e veta për të bërë presion, por a shërbeu kjo mënyrë presioni duke rrëzuar dhe mandatet, duke i lënë të fusë edhe 20-30 emra që të miraton edhe ligjet në parlament, i shërbeu kjo qëllimit të opozitarëve? Për hir vërtetës, opozita këtyre viteve ka mangësitë e veta dhe arsyet që Rama pushtet janë direkte nga opozita. Për shkak gabimeve që ka bërë rrugtimi e tij, dihet që Rama përdor çdo lloj mekanizmi për shtrëmbimin e votës, përdor tursinë e shtetit vjetë dhe votë të tjerë me radhë, por opozita ka detyrë për vendin që këto mekanizme që i përdor të gjejmë forma dhe mekanizme të tjera që mos i përdori. Si dalë për zot votës, si dalë për zot tursinë zgjedhje të tjera me radhë. Arsye që Rama pushtet nuk e kanë votuesit shqiptar, e kanë gabimet që ne kemi bërë rrugës. Dhe gjithashtu, mënyra se si ato nuk shtrëmbojnë vullnetin e qytetarëve shqiptar. A keni bindje që i keni bindur tashmë që në një po kemi një realitet të ri në Shqipëri. Më thuaj lutem. Që puna që ka bërë SPAK-u vitet e fundit, realisht i ka kputur komplet mekanizmin që ato kanë pas për shtrëmbimin e votës. Por të mos harrojmë se kemi 2 qëndrime ndaj SPAK-ut. Një pjesë e opozitës e konteston SPAK-un disa herë në qëndrimin që ka mbajtur. Madje ka edhe pakënaqësi. Pra, mendoni që SPAK-u ka bërë atë që ju t'i thoni që kjo është struktura që po lufton korrupsionin dhe ne po vim pushtet tashmë se kemi njerëz më ndershëm se Rama? Atëherë, unë punën e SPAK-ut e njoh vetëm larg, e njoh vetëm me veprat që ka bërë, nuk e di në brendësi. Nuk e di në brendësi se si ka funksionuar. Se ka ngjedosit nuk e dim, jo. Nuk e di, a ka zgjedhë dorë, s'ka zgjedhë dorë e tjerë me radhë ato, nuk i di. Por di që ka bo punë spektakolare. Qëndrimi i liderëve politikë është qëndrimi i atyre, nuk është qëndrimi im. Unë me sa informacion kam, e mbështes absolutisht fort SPAK-un.
Mash informacion, ndoshta doktori ka më shumë informacion edhe ka arsyet e tij objektive që mban qëndrim çmaj, por kjo nuk më ndryshon mendimin dhe qëndrimin tim ndaj Spakut. Unë jam besim plot që Spaku ka përçon aktori kryesor që Rama të bi nga pushteti. Përveç luftës që kemi bërë ne, dhe do vazhdojmë ta bëjmë deri në 1 maj. Dhe ringritjes që kemi bërë, një ndër arsyet tjera shtesë do jetë puna e Spakut, sepse për hir të vërtetës, këta nuk mbështeten më te mekanizmat që kanë përdorur. Zoti Petri, ju jeni kandidat në një zonë e cila në Durrës njihet goxha mirë si zonë edhe problematike. Pra një zonë e cila avërsisht shkon 20-23.000 votues. Pavarësisht nga pjesëmarrja, pastaj nuk është ndorën tuaj. Duke u dalur më konkretisht për ta bërë edhe çik më besueshëm më pozicionin tuaj që do t'i kërkoni votën qytetarëve. Në këtë zonë që ju përfaqësoni, pra në lagje që ju përfaqësoni me stadionin e Durrës, kush janë problematikat? Pse ka ngelur pa u zgjidhur këto problematika që të thonë qytetarëve që ne nesër kur të vim do të zgjidhim, sepse i kemi mundësitë. A kanë ekzistuar mundësitë apo s'kanë ekzistuar? Se me stadion lagja 15, lagja 18, lagja 8 janë lagje të cilat kanë problematikat e tyre të veçanta, por që fundit të rëndojnë mbi qytetarët. Kryefjala e problemit që kanë si zonë, po ky problem nuk është vetëm në zonën që elektorale. Patjetër, po flasim. Është në gjithë Shqipërinë, është pasiguria. Janë të gjithë të ndihen pasigurt për karshi shtetit. Pasiguria. Të gjithë të ndihen të pasigurt çfarë do vendosë Rama nesër. Elementi kryesor. Po t'i kthejmë pasaj specifikës zonës, kemi probleme varfërinë ekstreme, kemi probleme infrastrukturën që u bën 12 vjet që nuk kemi një investim serioz në zonë. Kemi probleme pasaj shkollimin, edukimin tjera me radhë. Për të marrë me radhë, sepse bëhemi edhe më të besueshëm për ato që themi, infrastruktura. Pra ju mendoni që bashkia e cila ka shumë mandate që merret nga Majta nuk ka 20 ca vjet. Nuk ka bërë detyrën e saj në këtë zonë. Ndërkohë që më rezulton që një zonë që ka votuar edhe Majtës, por për çfarë arsye nuk kanë votuar Majtës dhe ja kanë marrë me carënime 30 ditore apo? Janë me arnime 30 ditore, këto marrin vota dhe me premtime elektorale që do bëjmë këtë radhë, do bëjmë atë radhë. Investimin kanë shkuar vit pas viti një investim duke qenë ndoshta 3 palëzgjedhje dhe shumë herë por mbi të gjitha dhe në trysnien të shërbimit votës, zonat informale me një nder, me një ndihmë që japin të këto, pastaj trysnojnë edhe i marrin. Pra ju mendoni se pushteti ka ndërhyrë në shërbimin e votës? A keni besimin këtë radhë që dalë dhe ajo që thotë më parë ka një organizëm të ngritur nga Spaku, nga drejtësia në përgjithësi, një marrëveshje për lidhur me këtë për të dhënë njerëzve një besim më shumë tek vota që hedhin ose për të mos deformuar edhe nëpërmjet administratës. Keni besimin që kjo do ndodhi ndryshe këto zgjedhje, sepse mund ndodhi prapë e njëjta gjë dhe ne kemi pas një rast shumë të thjeshtë. Kur është thënë që fitore është kënaqshme në kuti dhe pastaj të nesërmen fitore është ditë ku iku. Është ditë ku iku, shkoi Karama apo? Unë i qëndroj prapë asaj që thash në fillim që puna e Spakut do i kushtozoj veprimet e këtyre. Por nuk ose mjafton vetëm Spakut të kushtozoj. Pikërisht pra. Absolutisht do edhe puna jone e pandalshme dhe bashkimi më i madh opozitar që ka ndodhur deri më sot që do ndryshoj dhe opinion dhe mbi të gjitha fitimi i besimit njerëzve. Ideja është këtu, a keni krijuar ju besimin që vota nuk do ju prekën njëre para dhe e dyta keni krijuar besimin që shiko, ne kur të vim do ta bëjmë më mirë këtë punë. Këto rrugë nuk do i arnojmë më, po do i bëjmë. Absolutisht. Këto përmytje që ju ndodhin do t'i bëjmë. Absolutisht që po. Absolutisht që po. Shiko, do të jemi realistë. Në 2021 me listën që keni së drejtë tani është lista, programi akoma është i paqartë. Të jemi realistë. Në 2021 me të gjithë problemet që pati PD, me të gjithë gabimet që ka bërë rrugës, shqiptarët votuan djathtë. Votuan ndryshimin e qeverisjes. Pavarësisht se formule që kishte bërë zoti Basha me koalicione këto, dogji mandate pafund dhe ne ngelim në opozitë. Duke u mbështetur te kjo, duhet ta dimë që shqiptarët kanë besimin tek e djatha dhe gjithashtu dëshirën për ta rrëzuar Ramën. Dhe qëllim për ta rrëzuar. S'ditem ne ta kapitalizojmë në fitore ose ajo. Gjithmonë po kam ngul këtu, se ky është problemi. Dursakët e patën një mundësi për të votuar djathës në zgjedhjet lokale. Gjë që nuk u arrit. Çfarë ndikoi? Ndikoi përçarja e opozitës, ndikoi kandidati, ndikon mekanizma të tjerë, ndikoi
shtrëmbimi i votës, sepse mund të jenë shumë faktorë që mos fitosh zgjedhje. Durrësi Shmajt si qyteti i djathtë çuditërisht, zgjedhjet lokale ka 3 dhe nuk e deri në 2000 25 vite që fiton e majta. Makineria elektorale që përdor Partia Socialiste, duke përdor të gjithë punonjësit e shtetit, punonjësit e bashkisë dhe shantazhin, grupet e strukturuara me tjera me radhë, absolutisht që e bën mision pamundur fitoren e bashkisë. Zoti Pjeti 25 vjet nuk e gjeti opozita do të më ndrejt këtë lloj mekanizmi. Ndoshta e ka gjetë kontroll. Ndoshta, shpresoj. Ju e thatë edhe në fillim të emisionit që keni qenë pjesë e forumit rinor Partisë Demokratike, drejtuesi i saj, pra që mendohet është një nga strukturat më energjike, më denoncuese. Çfarë ka stonuar ose çfarë bëhet të mirë që ju të ishit në frontin e parë për të denoncuar këtë korrupsion që mund të shtrëmbë, sepse nga përvoja ime për 30 vite si gazetar është pushteti vendor ai më shumë që Durrës ka dhënë një rasti që drejtuese politike Partisë Socialiste sekretari i Bashkisë Durrësit, po e deformon më shumë votën se sa një pushtet qendror. Me marifetet që ju thatë, duke marrë një hall, duke bërë një legalizim, a nuk e di se çfarë mund bëj kryetar bashkie. Duke bërë her mas herë legalizime. Her mas herë. Një herë japin shtëpinë për legalizim, pastaj premtojnë tokën për legalizim, pastaj s'bën asnjëherë, ju kërkojnë lek mas zgjedhjeve, mashtrime nga më të ndryshme. Ideja është çfarë denoncimesh keni bërë lidhur me këtë? Denoncimet janë të gjitha që tek blerja e votës, që te shantazhet që i bën votuesve etj me radhë. Por denoncimet nuk mjaftojnë. Ne do të jemi në front betejës që ato të pengohen për ta realizuar këtë gjë. Vetëm denoncimi nuk ka pasur raste që denoncimet e juaja nuk kanë qenë thjesht mediatike ose të protestave ose të qëndrimeve që keni marrë si opozitar, por kanë shkuar deri në organet e drejtësisë. Po. Keni pasur raste dërguar po. Dhe në këtë rast, sepse drejtësia nuk është vetëm spaku, kemi dhe gjëra të tjera që nuk shkojnë në spaku. Si ka reaguar drejtësia? Për vërtetës, herë tjera që kanë shkuar përveç spakut, nuk është se ka pasur rezultat. Historia famshme e Velierës, shkoi gjykat dhe asnjë gjë nuk ndodhi. Me që e përmendëm sepse kishim pjesë të një debati me një kolegun tuaj, por edhe mikun tim më përpara, Veliera është bërë një histori e trishtë e Durrësit dhe urojmë që gjithë gjërat që ju protestoni dhe ngreni me fakte që të jenë kompetencë spakut, se tani në Durrës me sa di unë janë për 10 vitesh disa çështje që se arritën pafund. Tani nuk është koha më protesta që të rrim ballt luftës dhe të kapitalizojmë energjitë e të gjithë njerëzve që mbështesin edhe kërkojnë ndryshimin, në mënyrë që në datë 11 Alianca për Shqipërinë Madhështore të kurzohet me fitore. Dhe unë jam i bind që ky rrugtim do shkojë drejt fitores. Atëherë duke pas parasysh edhe kalkulimet që keni bërë, por edhe koalicionin, është koalicion me shumë parti, pavarësisht se mund të duken në pamjet parë parti të vogla, janë parti që mbledhin vota, nuk e kanë fjalën vetëm për asin. Është 1/3 elektoratit shqiptar parti të vogla. Ju keni bërë kalkulimet duke pas edhe përvojën e rezultateve që kanë ndodhur në zgjedhjet e tjera, pavarësisht nga deformimi që mund të bëhet nga pakënaqësitë që kanë pasur njerëzit, ose nga ajo që ju keni bërë më mirë. Keni bërë kalkulime dhe si rezultojnë Durrësi ka 14 mandate. Që të gjithë qytetarët kanë besueshmërinë që 5 parët janë të listës sigurt, pra 5 me 5 kanë filluar të vënë lotët, nëse të shprehem kështu. Tani bëhet fjalë të nda një pjesë tjetër mandatës ku Orizë vërtetës janë futur dhe partitë të reja në lojë, partitë cilët në Tiranë në një pjesëmarrje modeste dhe kanë treguar që din të marrin vota, pavarësisht se janë në parti të reja, drejtuar nga lider të ri, por që është ajo që ju thatë, ndoshta shqiptarët kanë kthyer kokën edhe këtë rit. Absolutisht unë ju uroj suksese për të gjithë partive të reja, opozitare. Qëllimi jon i vetëm është gjithë secili që është kundër Ramës, është joni. Absolutisht ju uroj suksese, por do të jemi realisht që 95% e partive opozitare me rekorde të kaluara elektorale janë pjesë e koalicionit. Partitë e reja akoma s'kan provu, inshallah ju uroj sukses sa më shumë, sepse edhe ato kanë njëjtin qëllim. Edhe pse në disa pika të caktuara nuk janë bashkuar me ne. Ky është problemi që do të diskutojmë. Përsëri ndjekim një hapësirë të shkurtër publicitare për të rikthyer në pjesën e fundit me të ftuarin tim sonda në emisionin Pa Kompromis, zotin Ndrec Pjetri.
Jemi rikthyer në studio në këtë pjesë të fundit të emisionit të pakompromis në Bulevard Televizion, emision i cili transmetohet prej disa ditësh në televizionin më të ri të Durrësit, por ndërkohë pjesë e gigantit të platformës Tring, e cila ka shumë vite që operon në Shqipëri, ndërkohë që është përndarë edhe nga disa rrjete kablore në gjithë vendin. Për ta ndjekur për teleshikuesin, pasi vijnë mesazhe ku mund ta ndjekim emisionin e Bulevard Televizion. Zoti Pietri, jemi në fund të emisionit tashmë, kemi diskutuar për fillimisht pozicionin tuaj në opozitë, për kontributin tuaj, më pas jemi ndalur në disa problematika të Partisë Demokratike, që kanë lidhur me primarët ku keni qenë pjesë, kemi diskutuar për atë përse korrupsioni është pjesa që po dëmton më shumë qeverisën dhe që opozita shpreson duke luftuar korrupsionin. Kemi diskutuar për drejtësinë për fakt që ju keni ndarë një qendrim personal tuaj, por që keni pranuar që me funksionimin e drejtësisë tashmë më spagur, sepse drejtësia ka që koncept më të gjerë, unë do ta jam i druar ta ndaj, sepse jam konshient me qytetarët që kanë nga 10-15 vite dosit prokurorinë e Durrësit, gjykatën e Durrësit, po marr Durrësin me që jemi në Durrës. Dhe di se ç'ndodh, dhe ç'masakër që bëhet aty. Megjithatë, spaku ju e pranuat vetë që ka krijuar një tjetër fytyrë, një tjetër besueshmëri tek qytetarët, për i vërtetës. Do kalojmë në 2-3 pyetje të fundit. E para që ka të bëjë me atë që është quajtur risi, dhe unë me të gjithë ftuarit e kam diskutuar, sepse edhe ju keni njohje tuaja, keni kontaktet e juaja. Vota e diasporës do jetë një votë e cila mund të ndikojë goxha në rezultat. Flas këtu që Durrësi është pjesë e 3 qarqive që diaspora është regjistruar. Nga kontaktet që ju keni, nga bisedat që ju keni bërë, sepse nuk besoj që ka familje shqiptare, mos ke tavër, do ishte çdo familje ka një person familjes jashtë vendit. Do ishte e çuditshme. Çfarë mund ta thoni? Fillimisht lidhur me mirëtimin e këtij ligji, pra a ishte një gjë e mirë, pavarësisht nga paktësi që ka pasur, edhe nga opozita për disa teknikalitete që ligji ka pasur. Por në përgjithësi, dhe çfarë emocionesh keni ju lidhur me votën e diasporës? Atëherë, janë rreth 250.000 që kanë aplikuar për të votuar në 11 maj, dhe ti je i bindur se këto 250.000 njerëz që kanë kërkuar të aplikojnë për të votuar janë të gjithë njerëz që kanë larguar qeverisja e Rama. Kështu që në masën 95% janë vota djatha. Unë këtë kam besim plot. Shqipëria që kanë zgjedhur. Ku nis? Unë kam besim plot. Pjesa më e madhe e migrantëve shqiptarë janë larguar nga vendi për shkak të keq qeverisjes. Nëse i kthehemi në kohë, pas 2005-s kemi pas rikthim të shqiptarëve nga emigrimi. Pati periudhë që shqiptarët fillon të riktheheshin. Pas 2013-s kemi rreth 1 milion shqiptarë që emigruan jashtë vendit. 500.000 janë sot zyrtarisht 500 e ca nga instati që tashmë jetojnë jashtë vendi. Dhe është logjike thjesht dhe e pastër që ato votues. Dhe aty nuk ka Rama as mënyrët e tij të shtrëmbimit votës, nuk ka që i bën emigrantëve për t'i marrë votën. Dhe për timet tjera me radhë. Ka kohë për ta gjitha. Shiko, Tur, unë jam gjithë ditën të rrën takime gati derë më derë. Edhe të gjithë njerëzit që unë kontaktoj dhe më tregojnë, janë të gjithë thoshë që na erdhi kjo ditë që ne kemi mundësi të votojmë nga jashtë. Se shumë shqiptarë nuk kishin mundësi me marrë pjesë në zgjedhje, për sa kohë nuk kishin drejt vota atje. Kjo është edhe një sherr respekti se të lesh bashkon si tu i votuar me është një gjë e mirë që është bërë. Është tjetër gjë se ku orientojnë votën dhe se si do votojnë. Kjo është e drejtë. Personaliteti e tyre ndikon më shumë. Pra ato kanë një votonin italianës, votonin dot në Shqipëri. Mbi të gjitha vlerësohet kombi. Kjo është elementi kryesor. Ju mendoni se është merit e qeverisë, sepse kështu po përmendohet vota diasporës si merit e qeverisë Rama. Ju mendoni që opozita ka pas kontributin e vet, sepse ka qenë pjesë e një marrëveshje, një komisioni, një diskutimi. Po të ishte pjesë e qeverisë, merit e qeverisë Rama do kishte 9-12 vjet. Mekanizmat dhe teknologjia sot kanë përparuar, kështu që
Ka vite që ka përbërë, nuk ose jemi në kushte që u bërë Risiki si ishte qeveria Rama. Ishte domosdoshmëri, nuk ishte nga të shkonte më Rama për pa e bërë. Trysnia ishte maksimale që ato shqiptarët votoshin. Pra ju mendoni që vullneti i opozitës ka ndikuar goxha në Absolutisht që po. Vullneti i opozitës dhe trysnia që kanë bërë vetë emigrantët për drejtën e votës. Nuk është fare merit e Ramës. Atëherë me që jemi tek votat diasporës, unë do ndalem pak këtu se jo pak është folur dhe është përfolur madje që Rama njihet si mjeshtri i propagandës, nuk kanë as për të bërë qefin, as për të tonë mërite, as për të sulmuar, është një vërtet që Rama po e përdor edhe tani, që ka një mbështetje ndërkombëtare, madje jo më lart se sot. Rama ka qenë në Durrës dhe ka thënë që pa ne nuk hyet në BE. Dhe me sa duket kjo mbështetje gjithë tek ajo që i propagandon se ka mbështetje ndërkombëtarëve. Si e shikoni në këtë mbështrim? Vetëm Rama ka mbështetje ndërkombëtarëve këtu? Në përgjigje Ramës ja ka dhënë vetë Marta Kos që ka thonë që te antarësimin BE nuk ndikon rezultati i zgjedhjeve, cila parti politike fiton, por ndikojnë element tjerë që janë zgjedhjet, liria e zgjedhjeve, jo drejtësia etj me radhë, forcimi i institucioneve etj me radhë. Kjo është përgjigjja ka marrë Rama lidhur me ndërkombëtarët. Pastaj po të analizojmë kush ka mbështetje nga ndërkombëtarët, ne drejtuesi i fushatës Trumpit është drejtuesi i fushatës Alianca për Shqipërinë Madhështore. Vetë Lasivita është drejtuesi i fushatës tonë. Si mund të ketë Rama mbështetje nga ndërkombëtarët? Dihet që Rama edhe linjat, kontaktet që pati në Amerikë i fshiu edhe nga Facebook, nga Instagrami. Alex Soros atje me radhë. Ajo çartësi që mbështetjet ndërkombëtare aty ka humbur. Është i linjë fakt që opozita ka sulmuar rash për vitet e fundit linjën e Soros. Po. Edhe po ta shohim mas fitores Trumpi dhe Lasivita në Shqipëri, ai direkt shkëputi çdo lloj kontakti që kishte me ta. Kështu komplet linja e tij e mbështetjes nga ndërkombëtarët nuk ekziston më. Pra ju mendoni që leadershipi i opozitës e ka të gjithë suportin për të qenë... Absolutisht, ishte edhe doktori, tash ishin në Malzing me Partitë Popullore Europiane, cilët absolutisht do japin dhe vizita në Gjermani. Po ishte pjesë dhe zoti Bylik Bashi, sepse vërtetohet kjo, pasi do të ishte pjesë e misionit tonë dhe ishte në një pjesë madhe, pak në kështu konfirmoi zoti Bylik Bashi. Atëherë për dalë tek pyetja e fundit, ju kandidoni për herë të parë se tash në fillim, dhe me siguri që një kandidim për herë të parë, por në një situatë ku vjen të zgjatur nga qeverisja me problematikat e veta dhe një opozitë që kërkon të rikthej veten e vet në pushtet, kandidimi i parë merr edhe për masat të tjera, pra për masën e një mesazhi për të thënë qytetarëve pse duhet t'i besojmë zotit Pietri për 11 maj. Kam pas një në gjimnaz, më thashtë shpesh justifikimi o mjetit doptit. Unë futëm të ato njerëz që është hera parë që provoj veten, dhe t'jesh i bind që me 12 maj në drejtë spjetër nuk justifikon, jo ndodhe kjo, ndodhe ajo. Dhe pjesa fjallorit tim nuk do ketë, jo banda, jo të fort, jo Rama, jo tjetër. S'posa që nga zhuzhet më mja. S'posa që nga zhuzhet më mja. T'jesh i bind që unë do bëj një fushat derë më derë, dhe t'jesh i bind që çdo lloj mekanizmi që mund përdori Rama në zonën time elektorale, unë do jem përballë. Që jam besim plot edhe unë do i dalë për zonën time elektorale në aspektin që të ruaj të drejtën e vullnetit qytetarëve. Dhe jam i bindur që do marr dhe besimin e tyre. Atëherë duke falendëruar që ishit pjesë e emisionit pa kompromis, ne do kemi rast të jemi përsëri, ishte një takim i parë sepse fushata do ketë edhe javë përpara. Ndoshta do vim me tjera diskutime, edhe ju me tjera mesazhe, po edhe me tjera konkluzione që keni nxjerrë nga fushata. Unë shpresoj që në çdo drejtë të rrokitni të paktën të krijoni besimin e qytetarëve që opozita do jetë ndryshe nga qeverisja. Faleminderit gjithëve. Faleminderit juve.